Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte jemi bashkë në krejtën debat, padyshim do të kemi një fokus tjetër pikërisht tek rezultatet zgjedhore që u prodhuan pra pikërisht me ditën e votimeve që ishin 7 qershor. Tashmë shumë pyetje janë ngritur padyshim se kush me kë mund të bashkëpunoj, a do të kemi një qeveri, një kryetar të kuvendit të ri, një president po ashtu pikërisht ku ishte Ngërçi, po a do të zgjidhet ajo? Lirik qytetari ka vendosur me 7 qershor, kemi rezultatet preliminare ku tashmë dihet parapërsisht se kush është i pari, i dyti dhe i treti, por që pas këtij rezultati sigurisht që kanë filluar diskutime se çka do të ndodh tutja, do të kemi një emër për president, a do të kemi bashkëpunime mes partive politike apo përsëri do të kemi zgjedhje të reja diku ka tetori ndoshta. Tetori kështu, me rëndësinë fladi. Flat, po. Kemi provu këtë stint, kështu sa i përket zgjedhjeve, provu verë, provu dimër. Bile ishte interesante tash në verë, për shembull se mbrëmja bie vonë teri dhe patëm edhe mbylljet procesit votimeve dhe rezultate preliminare kështu në dritë. Se deri rreth orës 21, po jemi kryesisht kështu. Po ndryshe nga 28 dhjetori ku e kemi pas, edhe nisën e transmitimit maratonik e kemi pas kështu me tërë, sepse 6 i mëngjesit. Në zgjedhjet e mëparshme herë gjithmonë druhej për terin që binte dhe mos mund të ketë ndonjë... Jo nalet rryma e... Po, jo rryma, jo errësira dhe mund të na prodhojë ndoshta telash me votat, po deri më tani procesi ka shkuar mirë, uroj që të numërohen mirë dhe të klasifikohen ato votat që mund të jenë ndoshta edhe të dështuara, apo votat të humbura nëse ka pas gabime në fletë votime. Të shohim gjithashtu do të kemi edhe rezultatet e deputetëve, kanë fillu me u numëru edhe votat për deputet, ashtu shohim që po përditëson kohë pas kohe. Po i shohim kush janë favoritët e partive. Kush janë favoritët, kush ka mbetur jashtë, kujt i ka kushtu një deklarat, kush me një deklarat i ka marrë votat. Kush ja ka pa hajrin të një debati televiziv, se tash të i pash disa të dhëna, më shkoj mendja të Debat Plusi, kur ishte ky debati i madhi në kryetarëve. Shohim se çka do të ndodh tutje. Ne këtu bashkë me mysafirët në studio do të diskutojmë pra se a do të kemi përsëri ngërç politik apo me 7 qershorin e përfunduam për 4 vite të tjera. Para se të shkojmë tek prezantimi i mysafirëve, falenderojmë bashkëpunëtorët e këtij emisioni, falenderojmë Air-Ticketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofron lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. E ju biletën mundeni me rezervu në airticketa.com. Shëndetje është gjithmonë i rëndësishëm, e posaçërisht kur synojmë që familjen tonë të arrisim më shumë, të kemi pasardhës. Gjitha këto të lashet që mund të shfaqen në jetë mund të gjeni trajtim tek Spitali Fati Im, ku tashmë ndër vite ka dëshmuar në ofrimin e shumë shërbimeve shëndetësore me një fokus të veçantë në trajtimin e infertilitetit, i vetmi spital që sjell shërbimin e andrologjisë që trajton infertilitetin tek burrat. Klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare, specializuar sidomos të mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Trandevu shpallur klinika më mirë në Evropë, shërbime që ofron. Për me i pa këto shërbime, ju mund të klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu, ku aty mund të merrni edhe shumë informacione të tjera. Falenderojmë dhe Spitalin Italian të Syrit, që është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike në vend dhe jo vetëm, duke i bashkuar gjitha standardet dhe sjell të në vendin ton, bashkë me një ekip të specializuar të profesionistëve vendor dhe ndërkombëtar me synimin e vetëm që shikimi ynë tjetë i përmirësuar dhe tjetë cilësor. E me neve, sonte në studio, kemi Albana Krasniqi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Si edhe Jona Arjan Mustafa, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Në anën tonë të djathtë e kemi zonin Imrane Morina, mirë se vjen, knatësi. Mirë se ju gjeta, gjithmonë knatësi. Bekim Selishta, mirë se vjen, knatësi. Faleminderit për ftesën. Florent Selca, mirë se vjen, knatësi. Faleminderit, knatësi. Pas pak do të bashkohet edhe Zaki Aslani. Ku Zaki më duket që është një prej atyre
mësafirëve që e kemi pas gjatë fushatës që ja ka qëllu paka shumë rezultatit dhe Zaki... Ja ka qëllu dhe ishte shumë e zëshme. Shumë Para votimeve të shohim pas pak si do tjetë pas votimeve. Se keni pyet se pse ka pas shkak? Po tash qëlloj, tash nuk e di. Prof, si keni po rezultatin, ka qenë i pritshëm për ty, kush të befasoj? Po, thëmë të drejtën befasi s'kishtë. Këtë zgjedhje ishte diçka e pritur, asë kush me një mendje të shëndosh nuk besoj që ka prit një befasi të madhe. Befasia pak ndodhi që ra vendosja për një përqindje, mi po befasia ma këndshme në thojë është që populli e bojkotojnë mas të madhe këtë proces zgjedhor, si pasoj e monotonisë së zgjedhjeve, sepse kjo klasë politike po tregohet e pa aftë për me bo zgjidhje, dhe në vend se me bo zgjidhje, po bojnë zgjedhje. Ma letë po i vjen klasës politike të bojnë zgjedhje çdo 5-6 muaj, se sa të bojnë një zgjidhje. E këto mos e zgjedhje të tyne që po i bojnë, po në qojnë e zgjedhje që po kushtojnë me miliona. Po, a mendum prof që këto zgjedhje prodhojnë rezultate tjera dhe si që pretendante në një farë forme partia Lëvizjave të Vendosit që doli e para, mja qitë pikën, sepse kërkon të 60% paktën. Po, pikën se qëtën, me të në presja akoma, sepse si që po shifet, pikë s'ka rënd për me qitë pikë, se të ke fundit, edhe mja pa qitë pikën, si shbo në omë, të kishim pas një stabilitet institucional, sepse Vendosja që që kemi thonë shpesher nuk po është e gatshëm me bo kompromise, edhe me këto zgjedhje, frika është që prapë nuk do ketë zgjidhje, inshallah nuk shkojmë prapë zgjedhje në tetor nëndor që është po parashijet, po shpresoj që politikanët tanë të kenë reflektuar si majta, si djathtas, sepse fajtori nuk ka nevojë me lënë jetim gjithmonë po shtetin ose gjithmonë opozitën, fajtori janë krejt, sepse është kjo klasë politike, fatkeqësia jonë që na ka rënë jetun kohën e këtyre njerëzve që prioritete kanë interesin personal, mas sa në interesin e kombit. Vetëm ka erdha prej peje tash këtu një rrugë që bën gati 2 orë prej peje me ardhmë në Prishtinë, një rrugë që shkum thonë në debatin e fundit që ka nisë që 18 vite dhe akoma nuk është gati të kryet, një infrastrukturë rrugore pothuajse e lanë në gjyst, që nga viti 2018-19 çdo gjë ka met në najrë, do me thonë dikon me paralizueshme, dhe nuk e di edhe Gjakova, ju që jeni dy Gjakove, sa i bing të Gjakovarë për marrë për Prishtinë, asaj rrugës të shkatrume pothuajse, edhe prap të votojnë Albinin me 48%, është një vot interesante, edhe ka edhe ma keshën si është e mundshme që Gjakova, djalin e tyne, që paten kandidat për kryeministër që o leu rrit në Gjakov, që o shkollu jashtë dhe o ardhë me kontributë për lirin e vendit vetë, ja jopi 27%, unë kom prit që Gjakovarët kësaj radhe kanë me qenë ma lokalista, se kom thonë dhe lokalista edhe nacionalista, por kësaj radhe nuk e dëshmun dhe unë jam i zhgënjim me qytetin tim të lindjes, sepse nuk reflektun që duhet. Natyrisht që është bindje popullore, kjo bindje popullit dhe populli prapë vazhdon të besoj këtij njeriu. Mirë po gjithsesi nuk më përmendja që e ka meritu t'i besohet prapë. Ky lider nuk meriton t'i besohet. Ky njeri meriton të shkoj sa më shpejt në opozitë dhe sa më parë në opozitë ky njeri Kosova ka me pas më mirë punën. Po thu që Gjakova është dashur me votu kë? Zotrin Gjini? Po votu se paku Gjini mbi tiket birem 40-45% Ardian Gjini u do Gjakova me besu. Gjakovarët kur ka qenë Fadil Hoxha që u pa bon kryetar i në atë kohë Jugosllavisë që ka qenë me rotacion, kanë investuar ton Gjakova. Se mbabin ka punu Gjakova një kohë gjatë. Edhe tregoj ke se si Gjakovarët kanë bërë darka që u bë Fadil Hoxha kryetari i Jugosllavisë asaj kohe. Domethënë e kanë mbrojt veten, e kanë dashur veten shumë. Dhe kësaj radhe, jo vetëm që mi dash vetë, po është njëri intelektual, Gjakova është model, është shembull i zhvillimit, është shembull i ndryshimit, ju jeni dy të asajane, por Gjakova është një qytet që ka filluar me ndryshime të mëdha, sidomos që këto 8 vitet e fundit me Ardianin, dhe është një shembull se ç'është qeveriset. Dhe ti besohet një njeri që ja ka ndërprerë rrugën për Prishtinë, më mirë ka qenë rruga Gjakova-Prishtinë para 10 vite sa që sot. Ti sot me shku Pirakovine se me dalë në rrugën të rreth i klinës së nej, ka dolë që kënej, po çfarë çështësisht kish, sa pluni, sa
rruga para 10 viteve, se unë kom udhëtu 3 vite në fakultet, kom shku në Gjakovë dhe ka qenë skandal. Kurna? Ma shpejt ki shku para 3 vite, pa shkon sot për Gjakovë në Edhe para 3 viteve dhe sot e njejta. Jo, nuk është e njejta, sot vanohesh pa. Gjakova nuk ka përparim fare, hiq fare. Jo, sot vanohesh. Gjakova është i vetmi qytet që është mas keqti në krejt qytetet e Kosovës. Po flasim infrastrukturë, të marrë parasysh gjitha ato të mira që i përmendi zotria, Gjakova ka qenë shumë e mirë për para prakti Gjakova. Nuk kretari konventit dhe Gjakova. Shefja grupit parlamentar më të madh të konventit është Gjakovare. S'kanë qenë kandidat për ministrë? Kanë qenë 3-4 ministra për Gjakovës, Ana Marova i ka 52.000 vota, bjena vetë vendosës, asni minister, asni zamës minister, asni pushtetar se ka. Kjo ka më keq. Plus autostrada ka filluar prej 2015 të pa rrugë. Gjithë ta njerëzit nuk e ngritin çush e meriton Gjakova. Nëse e këshyrin çat kontekst, domthonë vetë vendosë u ngrit pe vota Ana Moravës, po kurse ka kthy vetë Bekun. Domthonë asnjë ministër nuk e ka. Ana po thotë që Gjakova ka përfaqësim në kuvend, po që ata deputetë nuk e ngrisin zërin mjaftueshëm. Paradoksale se pjesa majtë e Kosovës voton djallta, se pjesa djallta e Kosovës voton majtas. Albini për mërë votat krejt ka djallta në pozitë geografike të Kosovës, nësa ka majta po i morën votat e djallta aktuale. Dhe më thonë, feja... Djallta regionale nuk do të më kone parabart me djalltën ideologike. Nuk e përcakton regioni kryetarët e komunave i marrin të gjitha mjetet prej naty nuk ka të bëjë qeveria në përgjithësi e madhe. Do të thonë se ata në momentin që i marrin kryetarët e komunave mjetet të cilat kanë me punu për komunat e veta, atëra nuk ka çka më përzi, por nuk e di që përzihet edhe qeveria. Ja, disa projekte që janë edhe nga qeveria. Gjilani ka ministra të vendosës. Po kryesisht jo vetë vendosja, po kush do qofta, domethënë që është aty. Domethënë unë po flas për PN e ka LDK-ja. PEA, si që ka qenë ma herët, sa do është tamon Lule Dugagjinit. PEA është shumë mirë të ecë për para. PEA, më thonë, pavarësisht se më thonë, nuk është që pe përkraj as LDK-na as ato, po pe flasë vetëm punën që e ka bu Gazmendi gjatë këtyre viteve sa ka qenë aty. Dhe më thonë, tamam PEA po lullëzën që me krasu me Gjakovën. Gjakova është skandal. Të janis, Gjakova as nuk ka rrugë të mira, Gjakova nuk ka infrastrukturë të mirë. Vetëm mirë ka dëshon. Jo, rrugët duhet... Rrugë nacionale dhe lokale dalojnë, mësa nga të rrugë nacionale i takojnë... Mirë dhe unë e pedi për shfar gjithë shteti, qeverisë, ndërsa lokale i takojnë... Po vjatë për hyrë e dalit e Gjakovë. Po të hyrë e dalit e Gjakovë. A të themi pak në temë. Se interesat pjesa që profa pas ka pritë shumë prej Gjakovës që ka me ndryshur. Unë jam pa partit, kom drejtën Alonzë, mirë se kom votu, që s'jam Alonzët, por vetëm se në kërësi vota me dhe sekretë, se s'jam pa partit, por e rëndësishme është që kom pritë si Gjakovar, a di shka kom pritë? Kom pritë që Albini më rratë. Jam një anti-VV, sepse nuk jem t'i po kur gjohë. Nafta në 2019, 2020, 2021 kom shpresu. Jem kondër ata njerëz që kom shpresu që ka marrë një ndryshim pozitiv për vendin tonë. Mirë, po fatkeqësisht çaj besim u zbesh shumë shpejt dhe sot nuk diu në një votuesi vendosit çka ka mu bazu për me thonë që du m'ia dhon votën prap këtij njeri. Cila është shpresa tyne, ose po bazohen thjesht na duhet të pranojmë realitetin se 100 euro kanë ndikon shumë. Na po e thojnë se opozita u ka vrapon me këmbë Albini ka ecë me Ferrari. Sepse kur ka buxhetin e Kosovës ndorë me 20 miliard euro, që i ka shpërndarë në popull një pjesë të madhe të jep vitra, të mos paraqis zhvillim fare, kur thotë edhe vetë nuk kum premtu asnjë investim kapital. Kur nuk ka ngritje paga, kur nuk ka zhvillim ekonomik në vend. Nuk diun ç'është mundëm i bazojmë votat tona vetëm 100 euro ose në çeto për 100 studentë, 100 pensionera, 100 fëmijë. Gjë që nuk është 500 milion euro i shpërndar në çet formë. Para mendoni me 500 milion euro ami pa dinë. Para mendosh ka ta prapë lutem. Tha prapë me vazhdu, po me vazhdu. Ç'është është më mirë? Prapë sikur të shkon partia para prake. Prapë tha kom investuar fasadat të shtëpive Albini. Unë kur kom zoj, kur kom marrë shtëpinë 100.000 euro, 200.000 euro. Kom parë për 10.000 euro fasades. Qysh me dhonë qeveria me bo fasada izolime shtëpive? Qysh me dhonë qeveria me ble kondicioner, klima? A din sa parje me gati ka kalu miliard invest subvencionet klima, fasada shtëpive edhe që si subvencioneve koti që i hadhon Albini. Para me ndo kje parë të ishin në ekonomin, që akullimin e paras për ditshme në zhvillimin ekonomik të vendit. Mirë, Imrane, se e di që me herët ju dha fjallën Erza, po nga debati nuk arritëm edhe në mendimin. Si e para, nga zgjedhjet e kom prit rezultatin e shkurtit 2025, parafërsisht.
Nuk e pritet dhjetorit, a? Jo të dhjetorit. Jo të dhjetorit për shkak të përçarjes. Ashtu që si ka në emisionin e kaluam, do me thonë, nuk e prit që një grupacion ka që të madhë ma dërim 5% për shkak të ndarjeve. Po debati këtu u zhvillu në mënyrë shumë interesante, sa që thët dikush shumë në mënyrë direkte, une e prit që ramjen e Albinit me qka. Me qka e pret? Me mungesë të zhvillimit ekonomik, me mungesë të perspektives. Me 300.000 veta që të kanë shku për 6 vjetë për Kosovës. Me ndryshim, me programe, me projekte, me ide, me qka i një t'i dalë. Qysh po prit një merat, qka ka që madhe, pa kur që heq, unë nuk e kuptoj. Po hin luft, edhe po shkaktojnë edhe po gëzohen që po shkaktojnë zgjedhjet, edhe nuk kanë kur një farë organizimi, kur një farë ideje, kur një farë vizioni, kur një farë përgatitje, kur një farë ndryshimi. Me qka vetoni mi dalin këti uragani për para, unë s'po kuptoj. Qysh po hini ju në luft pa përgatit? Qysh po hini në luft pa përgatit? Nuk është ku ka përgatit më të madhë, po cila është përgatitja më e madhe? Opozita nuk është e aftë akoma me vedisu popullin për që s'ka alternativ edhe nuk moni me rëzu Albinin sot edhe një që vjetë nëse vazhdojnë qështu. Edhe pse është rënja nuk është veç për vetë vendosin, rënja është e përgjithshme. Nuk janë të mira për shumë 100 euro. Nuk mund me thonë që i ka ra, qëra 100 euro, nëse dojna me marë politikisht, mund me marë si sulm. Por, nëse e shomi në mënyrën tjetër, ka 2 vite që nuk kena institucione, nëse nuk ishtë dhanë edhe ndonjë ndihmë e kësaj lloji që këshim bo qytetarët, apo presnina, apo bojna, po të gjithë janë fajtorë. Ndodhë problemi, nuk mundet vesh një anë me ka fajtorë. Se të këtë shefe, 3 herë po shkon të zgjedhje edhe po fiton. Hajde vetorzoni pak, mos dalmi pe kontekstit pak, unë kam shumë kritika për opozitën. Po nuk mund mja referu kritikat opozitës për deri se ki 52%. Ti nuk di a ka fuqi më të madhe politike se 52% me pas dikush, edhe mos me qu proceset deri në fund. Nuk ka fuqi më të madhe. Jo, po shtetit, te opozita. Unë kam kritika tash nonat e opozita. Kritika të opozita është shumë e thjeshtë. Liderët e opozitës unë zdi që ka po dikush në përsheshe të dalë me diskutu me qytetarë. Janë të paprekshëm. Edhe që të do është me ideja... të njëjtën linë me mu jemi të njëjtën linë. Imrania po thot nuk ka alternativ. Ato njerëz janë të paprekshëm. Me vite i preku takime, nuk isha si pasoj, unë e moj me në fushatën, se vetë ndëgjova, nuk ndërhynë. E moj me në fushatën kur Hashim thasë, ishë presidenti, ishke do më në fushatën në opozit ose në poshtet, ti njëtën kohë ke mujtë me po në Gjakov, njëtën kohë ke mujtë me po në Kamenis, po i pa në gjithë, bre? Të gjithë udhëtu në për vendit të ndryshme. Ta kërë ku do me donë, mësë do një për konteksit. Po jo, ideja është po tu që nuk kanë qenë. Lirik, e ke po dhe në Prishtinë, e ke po në kita qytetet. Po lider tjerë, më zdi që ke po në shatër ose në sheshe, në qytete, që është dalë rrugëve qytete me diskutu me qytetarë, me marë menimin e qytetarëve. Kemi po... Që për këja aboni si platformë, hajde folim. Hajde folim, LDK-ja e zike një pozicion me një lagje saktume dhe i thirë ka hajde folim i qëto. Po nuk o dalë që ka vizitu, do më vetë vendosë ka një politik tjetër derë më derë. Do më deli viziton rrugët, qytetet, shtëpiat, banorët, që këto nuk e kanë bo. Vjosa ka dalë, ka diskutu, hajde po folëm, se qysh më bone presidente. Nuk ka folëm, se qysh, one duhet me punu për qytetarin, mi ajo përgjësin, edhe me marë përgjësin, për që marë vota qytetarit ma ne me diskutu. Po vjosa thike, jo e keni obligim me votu që one marë presidente, sepse unë po du më po presidente. Na nuk e kemë kuptu që privilegjet dunë munda për përgjësive. E këtu të LDK-ja që këj kanë ngesë, që këj problemi, sepse ato e nësu me kërku për poplit, po nuk kanë këthy mrapa. A ka ma tërp edhe ditën kër i ka hupë zgjedhet, thike, halën nuk tërheqna për pozicionit me propozu presidente. Kjo fymje për inteligencës. Kjo ma skandaloze. Kjo është ideja që si opozit, unë e kuptoj që ka shumë njerëz të mirë, në lista ka pas njerëz me kredibilitet shumë të lartë, si akademik, si profesional, si biznes. Po ato janë ka 15 fundit e lartë, që as vetë vetën se në gjenë me votu. Shisho, unë edhe këtu e kom kritiku bashkë kemi qenë duket edhe me juve. Kur kom thonën, a ka ma tërp, që njofë shumë njerëz mirë në LDK-s, do bëhen Hikmetën, që ka qenë shumë e zëshme, me lënë 12 e fond, Abdullah Hoti që ka marrëveshje me Amerikanë, do thonë, e dikush që ka bredh dhe për kejtë subjektet politike me qenë kryt venit hapet në LDK. Në dëgjonë, unë jam sociolog me profesion. Po, unë jam sociolog me profesion. Nuk ka fymje, matë madhe se dikuj që është
që ka dhonë kontribut, nuk ka lëviz me lonë fund, e dikush i ka bredhë kretat, edhe me thonë, unë po ve për privilegjet të mija me më qit në rend parë. Dhe më thonë, kjo konë mesazhi, ndërsa të PDK kam pas ngejse si pasoj që qendrat jashta Prishtinës nuk janë vizitu mjaftueshëm, nuk i ka dhonë detyrat mjaftueshëm që do të mi kry detyrat. Kanë menu që është periudha kur ka qenë në pozicion Kadrio ose Hashimi që ka qenë pozita politike, edhe interesi qytetare ka qenë i drejt për drejt me figurë, me lider. Po thu që hala mendojnë që ashtu ha? Disa kryetarë në ndekve po. Mirë. Hala menojnë. Menojnë pak se Erioni. Vishë ta përfundojnë më keshme. Si pasoj që nuk e din që ato do në mi kry vetë detyra, se në opozit ti dosh me shku të qytetari. Qytetari nuk vjen të lideri politik. Kjo është ai keq kuptimi i politikës edhe transmetimi i mesazhet të duar tek qytetar. Në opozit ti je në pozicion dytë, nuk je në pozicion të parë. Pozicion të parë, secili qytetar tek ne i kanë kalkulimet, ndërsa Albine ka shfryzu mirë këtë hapësirën e qeverisë. Ju ka ndihmu nana Vlehona, që unë jam shumë i pajtimi që për 15 vjetë e këmë gritë zanin që duhet, nana Vlehona mi u dhonë benefite, edhe për fëmi mi u rritë shtesat e fëmive. Sepse një nanë që e rritë një fëmi, ajo është paralelisht është jep kontribut sa 10 punëtorë që janë, që o të mojtë venin e punës, një e rritë shtimin e popullsisë, është natalitetin, edhe një, ajo nuk ka mundësi mu zhvillu profesionalisht atë periudhë sa është të rritë fëmin. Qëtë periudhë është shumë vitale që duhet mi dhënë ndihma ma shumë kësaj kategorie. Edhe duhet mi llogaritë si përvoj punës mi llogaritë, në këtë venet e llogaritë. E kjo është ajo meta që ky e ka shfryzu, kryeministri e ka shfryzu këtë hapësirë edhe ka rezultate. Ju duar pa ka marrë në raport me tjerë. Erion? Duke që përqafën edhe këtë, duke që përqafën ndështë a idetë më shumë të LDK-s, po ka së fund mi shumë kritika dhe të LDK-s dhe përmeshtu dhe pyetjen e Erzës se ku befasove. Po, tash s'po di ku befasova për arsye se edhe të kemë befasu se mas pori s'ken hezë, alloj, veç befasu se ke dalja, ullja dalja, se këgja ishë ndalë ma pak. Thu që s'ke përgatit që dalin ma paka? Po, në basë qysh, posh, edhe debatën e fundit që ketë 300.000 ishë në kanë të e këshyrë, thash, wow, thash, ku më di që apo ndodhë ka këto zhjede, thash, pas ka më dojnë farë përmbytje e madhe, ndojsen, se me të këshyrë live 300 veta në YouTube, thash, ku më di sa në të kanë të këshyrë televizor, i bjen, nështë gjys milion, 1 milion. Po, ta është se që patë ndonjë ndryshim të malë. Shalë dhe vendusja ronë 4-3, me diaspor me shku ndoshta 4-4-5. Po zë me thonë që të këshyrin të votojnë gjithë. Po në regull, po puna është që ke votusi ke i shgënim. Thuje me shku dhe një në zedhe kamerat është edhe kënë numër në 600.000. Inshallah shpresojmë këso here, shpresojmë këgja që ndoshta arrin dhe në kompromis. Me cënë dhe partive le të arrin në kompromis. A ke prit që bashkimi i Lumirit me Vjosën do ketë një rezultat më ndryshe se këtë që doli? Sa ke prit që deli? Po, kom prit që ka lene zejtë, që kam prit që shko 20-21%, sepse ke energjia, ke këgja mirë, se kur është një figurë, edhe në ku këthejet në figurë, se kur është një figurë ma që i ka mungu shambull skenës, shambull Vjosa ka qenë 5 vjetë presidente, ta shërë në kësa herë nga orë, e dha një farë energjie, një farë shtyse, u shivke që shifshëm që u mboshën këgja shumë sala dhe këgja interesantë, dhe shumë mësë po rritë, mësë përshkoj 20%, po jo, nuk dërë ashtë, për fëtuse dhe ato kej lodhër, edhe pësa ato që ndrëj që ata që kanë qenë, 120.000 nësë gavoj, pa 120.000 vëtus që kenë vjetor, kenë edhe ata, po nuk e arriti atë numër në vëtusve që kenë në shkort, asë në përqindje, asë në vota, në përqindje ka qenë 18.000, ta 17.000, ndërsa në vota kanë qenë nësë gavoj 180 vota. Po ta është varët edhe sa kanë marrë për mërgatës. A ka bëjle të kësë pas te që e mori dhe në një farë forme kandidoj për presidente zonjën Osmani, me që e dim që këto zgjedhje janë kryesisht për kuvend Kosovës? Po ta është kur përshet që shërok për dhe këja në vota, o këja me që të ma mirë që kanë marrë për asyë se kështë mundë ndashtë edhe këta me roja ndë ma shumë. Po qaq sa ka marrë vota, ka mundësi edhe që ka largu, për arsye se ka posë shumë njerë që kanë thonë që veç masi u këthy kje, për arsye që të ke marrët, ata qenë së bësë ma të vjetër, për tek masi u këthy kje, ata qenë konë ma meritorit, për i ka bëmë një, së të fuari mis. Po, në përgjësi, balon që ke pak pozitiv,
Nëse kish pos pjesëmarrje më të madhe votuesve, besoj më shumë vota kish marrë, po rritje edhe pse ka qenë rritje 4% nuk është s'është rritje thuje. Vota ka qenë Me nuk ka marrë se Abdullah Huti. Me nuk ka marrë se Abdullah Huti. Se ka marrë veç përqindja, pasi që ka qenë turnauti ka qenë ma jolt. Pjesëmarrja ka qenë ma jolt, u duk që u rrit përqindja, si PDK-ja që u për 50 vota, u rrit 1%, si LDK-ja që me çdo vota që u rrit 4%, po në ti tash tina me deadlock në inxheri, unë jam profesor të ardhme në inxhinier, po ato i thujnë deadlock, kur slivrit, kur met, më shaj i thujnë pac. Ina me tash 50 deputet janë vendosis, 50 të opozitës, kush ka me aprovu i pari, kush ka me i pari, kush që dashtëm, dikush ka me i koalicion e të. Ose do të më shkullë një herë, dhe pastaj i thuje, palema pjesëmarrë. A duhet me hyrje LDK-ja në koalicion? Realisht, me hyrjen e Vjosës, unë kom prit që LDK-ja ka me dalë e dyta si forcë. Por gjatë fushatës më ka zhgënjy, ta them të drejtën Vjosa, sepse unë e kom prit një profesoresh, një grua me shumë përvojë dhe më ndu që si grua, si profesoresh, si profesioniste, si presidente, si gjitha të poste, gjitha të përgatitje, u kom prit që ka me folë shumë me program, s'ka më marrë me të kalumën vetëm, ta përfundoj me ndimi, s'kom leni asë një anë fundit. Për 5 vjetë që ka bo, veç që përmend 2 punë të mira. Nuk kam që përmend 2 punë të mira, se jo këna këti tina se që ka bo, veç se unë kom prit që kjo ka me qenë profesioniste dhe nuk kam u marrë me akuza, nuk kam u marrë me probleme, por kam e bo fushatën shumë ma profesioniste dhe kam janë ndimulli dhe unë e kom shpresu dhe kom endu që kam e kalu e dyta, por në këtë rast me të vërtet më shgënjeu, sepse gjatë tyre intervistat të cilat e psi si vetur, si me njerëzit, kur i thirke njerëzit që të folim, hajde folim, jep ke informata shumë të gabume, si për shama një ndër ato informata që mu mla shumë shok ishte që na kanë ofrue jo 3 ministri, 3 goja dhe shumë ma shumë ministri për ne s'kemi pranu. Po emri jot nuk është më i përveçëm se emri i Kosovës. Kosova është emri i përveçëm, ta shteti është mbi të gjitha. Gabun ata të dy bashkë, se folëm për atë temë që nuk folet, se nuk vendoset shteti emri jot para shtetit. Asnjë emër, njerëzit e kanë humbur jetën për shtetin, ndërsa te vendos emrin tënd mbi gjithë shtetin. Dhe të regon vetëm që ti ke qenë arsyeja kryesore për shkak të ngërqeve dhe krizave. A mujt dishka me Veç ta krynë, shto po ka. Ka lidhje me temën që më të folë. Qëse imbet... Unë jam pra zjedhe kam qenë ma shumë që me pas një koalicion të partive jeshtë opozitore, për arsye se mirë është me mendru këtë qosit, u po që 50 vjetë, s'po ecë, s'po shkën, edhe të ata po që i hupën 150.000 vota, për arsye se ata kënë dëshprum, po nuk kënë të mjaftu shumë që për me kalun partitë opozitore, kjo është fojtë opozita. Tek Vjosa ka përmenen, jemi kom parë në studio, kjo haru që Vjosa se ka votu, ish kryeministrin e vetë se ka votu, se ka votu kryeministrin e vetë. Se ka votu... Aja ke përqore, ka ndodha, u kujo e ku, e kom pra 7 vjetë ka ndodha. Ka ndodha, amo plok kanë me këto. Amo kjo asë njerë nuk i ka së qaru, vazhdimisht pozicionin e vetë që të kënë në rend të parë. Bashkë kemë qenë studio dhe me këtë zojnë, kur e kemë diskutu, ka me pas pasoja në zgjedhje si pasoj që kjo ka qenë përqarë, si e madhje më rrëna lidukës. Kur kryeministrin e vetë, që ka qenë pozicion dytë, nuk e ka përkra, nuk e ka dhonë votën, nuk e ka më përshtet lidukën kushte tjera, ta qysh mi dhonë populata, qysh mi abesu votën kësajna, se kjo e lëpke mirë është për politikën e Kosovës që kanë fillu qytetarët në Kosovë që mos me shpërblyn njerëzit që lypen veç për ekot vetën. Për ekot vetën, po në qëfë se ka mendu që është qashtu, dhe me thonë shumë në regullë, dhe është kështë qenë mirë, mos me undiku pri kryetarët partive politike, as njoni prej atyre po me vepru që është drejt për Kosovën. E jo me shku, dhe me thonë, qka të më thëtë kë, dhe me thonë, kryetari partisë politike, edhe unë me vazhdu mrapa. Qofë se unë e mendoj... A më ndërta këtë ras kjo gjatë ko ka libo komë kryeministre kur se ka votu. Krejt deputetat mos më shku krejt me mendu me kryt vete. Ju me mendu me kryetarin e partisë politike. Me qenë pak edhe mbranda partive, dhe me thonë me pas një farë bashkëbisedimi pak ma ndryshe. Jo me qenë veç ka thot, për marrë shambull kushtimisht Lumiri dhe më shku tjertë, ose shka thot Albini më shku krejt, dhe më thonë më shku tjertë. Se vetë vendosja ndodhë ndryshe për pas shka thot Albini? Po mirë dhe unë isha po thonë, se cilë dhe me ndu në mënyrën e vetë, se nuk mundet se si të shkon për një... Në këtë rast, unë e peshok që për mbronë, do është ta pozicion e Vjosës dhe që është famën, po nëse Vjosa nuk e kam bështet një pozicion që se cili subjekt politik e lyp me shen kryeministrin,
atëherë... Pa jo e ka pos diçka qëllimet e veta që s'ka dosh, edhe mirë e ka po. Edhe jo ajo, po se cili, në qofë se nuk pajtohet me ide të cilat i ka partia, edhe të jo, nuk është kështu, nuk shkëm të thonë aty spëgjetash një shprehje tamam adekuate për televizion, për më shku më bo servile, dhe më thonë, po është mendimi jam pik, që shtu du me vepru, ajo shumë në regull. Edhe që Kosovën zgjedhje pa pos drejta, shumë a mirë është me vepru vetë, po one të vjosa, e kundi që s'ka me shku varë me do vetë. Se nuk ka vepru ashtu 3-4 vite, po vetëm fund mandatit. Se ka që vjosa zgjedhje. E shpërdojti kuvendin pa pos të drejtë. Jo, po edhe nuk ka vepru drejt. Si ka shparaqikohet më drejt. 3-4 vite e blokoj vendin në çdo aspekt kërkovar dhe nuk e përdori kapacitetin e saj, dhe sa në fund mandatit i mor të gjitha iniciativat dhe dojke që unë përpërfaqësoj vendin më mirë. Atëherë ke keq përdor pozicionin tënd dhe e ke rujt si armë për veten. Edhe është dorë shumë e fortë. Nuk ka normë se burdi poqës ka ndodhur vetë fundit soj, ajo është foti soj, nuk është normë se ai nuk ka bërë bordin e poqës, ato ka bërë. Veç pak te bordi nuk vetë ajo, te bordi poqës. Një sekundë, të du me e prit pak profët, sepse profa ta kemë 1 sekundë se nuk me blen asë bekem, së me blen asë moderu emisionin, jam e full të na këtu me prit krejt. Profa, ndryshe për jush, profa tha nuk e kam prit as fakt që Vjosa ka me pru rezultat tjetër në LDK. Po, vetë fakti që si e kom pa Vjosën që ka ardhë nga një kamp tjetër politik, një ushtare e bindne e qeverisë dhe Kurtit. Në momentin që i hargjoj krejt kartat për më bo presidente për mandatin e dytë, atëra jo nga rendi ka LDK-ja. Vetëm ta imaginojmë si kur Vjosa Osmani të kishte guximin, që ka formu partin Guxo, të kishte guximin që para një viti kalon të Albinin dhe të kalon të ka LDK-ja, po të formon të një partit vetë. Impakti i saj do të ishte shumë më i madh. Po në momenti kur ajo i hargjoj krejt mundësit për më rizgjet presidente, interesi i saj personal e boni që me shku në LDK. Dhe në këtë rast, Lumiri për me shpetu vetën, e mur Vjosën e qiti bartësit listës. Paramendoni kryetari me qenë dësh e një person që ka ardhë nga një parti tjetër, nga Guzoja dhe nga bashkëpunëtorja qeverisë, me ardhë më bo nishi. E natyrisht që ky popull nuk është popull qash naiv, sa që ty të vlerëson me impaktin e ngritjes votave dhe të bosh e dyta se për të parën as nuk ka pas shansë. Po gara LDK-s ka qenë me PDK-n. Po LDK-ja me Vjosa Osmanin mirë që ka rujt votën. Ka pas mundësi që të bijen vota. Dhe vetë impakti që ata dy dulen mas 2 orëve që mbëll procesi i votimit, filloj procesi i numrimit. Ata dalin dhe humbjen e paraqesin si fitore. Është e gërditshme, ku një person nga 13.5 ka kalu në 17.6, është rrit për 4.10% me përqindje, amo me numrin e vota dhe që shpidim, ka me ti njeti, dhe nga 4 subjekte politike e merë vendin e tretë, edhe thot matematikë klasa 5 e din se 13-18 sa janë, ku shumë maj madhe, ku shumë maj vogël, edhe knashet që LDK-ja tjetë me 17.6%, që thot na kena marë bazën e së djatës, na të regon që kjo LDK, me këtë kryetar dhe me këtë Vjosë Osmani, nuk kanë mundësi me bo garë dinitoze me Albin Kurtin. LDK si vy një reformë, se ka reformohet shpesh, po sarë që u ka reformohet, nuk u ka reformohet denjesisht, po ka shkon vesh ma poshtë. Reformat e gabume nuk janë gjithmonë të suksesshme. Shka do të qyre që sot të i din një yll i ri në LDK? Ko sheni për Parim Ramen, i pranun për i PDK-s, i pranun për i AKS, i pranun për i vetë LDK-s. Një person që është shumë antikonformist me politiken, që thot as nuk jom LDK. E po që se, e vetë me shpetim, mendoj për LDK-n, që të arri të mëzëj edhe 25% në besa, dhe të bat rivali e dejnë masfari e PDK-s, dhe të tentoj të marrë dhe vendin e parë, do t'ishte mu këthy për Parim Rama me marrë lidershipin e partisë. Mendoj që kishte me qenë një person ma i pranushëm, sepse me qita lider politik, edhe me Bedri Hamze, që PDK-ja i bjen minus 50.000 vota, nuk ka mo, premto për rritjet paga sa dush, premto për rritjet pensionet sa dush, nuk i ka arrim besimin popull o zëtri. Albin Kurti, me qita lujtar, po si Real Madridin Champions League, si ka 16 ligat fitume,
nuk mundet që ta që tha dhe Zoja, me qëto struktura politika aktuale, jo një të den me rivalizu me Albin Kurtin, dhe këtojna ka jeshojmë sherin tonë si një populli tonë. Edhe PDK-ja, shpresojnë që t'i kthejnë shirintarë të kryetarin e kryetarit që i kam pas nga Haga, dhe ata ta marrin timonin. Po nëse jo, edhe Bedri Hamza duhet me lëshu 5 e ka hub zëtni që 3 par zgjedhja. Po thu që një yll i ri në LDK është për parim rama, kush është në PDK? Ka yje PDK-ja, trin? PDK-ja për momentin është një yll akoma që nuk shëndrisa duhet, por për parim Gruda. Po duke një djalë energjik. Pra për parimat që nga... Uroni shumë është njëri, ka një që po thojnë që nuk është, po shumë njëri energjik. Si more i vy njerëzit politikë, kur PDK ta ka pru prej 12% dhe ta ka pru në 25%. O njëri aktiv vazhdimisht. A natyrisht nuk mund të qenë aktiv, tonë kohën 4 vjetë. Por ku po vjen fushat ai pidhes motorra djali. Edhe po bëhen dy figura, do të ke po dy figura, përparimin edhe Oronin. Po përparimin edhe Oronin PDK dy të mira, për Oronin kënaj ka LDK-ja. Vetëm të do ta them. Opozita asnjëherë nuk guxon të pret. Ta dëgjojmë Imranen. Të lutem. Opozita asnjëherë nuk guxon të pret të ngritet me asetet me të cilat ka ra. Ndryshimi i aseteve. Me lojën e njëjtë s'mund të fitu. S'mundet, njëjtën trajtarë, njëjtën lojë, njëjtën strategji, edhe pastaj shkojnë edhe kopjojnë kundërshtarin, edhe kjo më veç e ka lojën krejt. Nuk e di se çu shkrim mbra. Zaka Zali mirë se erdha. Është gjeta, Çfarë loje po luhet? Kërkoj falje, provonisë. Cila lojë mund të 30 minuta më përnes. Atë tash ti marrë 10 minuta këtë pjesën tjetër, se si kongu. Loja, po shohim cila lojë po luhet. E kem thonë qysh në fillim kur jam bobash ka të famshmit Zoja Osmani dhe Zotria Abdigjiku, na kem ditë faktikisht që është loje Diegun kjo, është bashkëpunimi Diegun kjo. Po e mira krejt kësaj loje është që kësaj here luajti domethënë populli, edhe më vjen shumë mirë që nuk ka ndalë. Uroj të mos shkojmë zgjedhje, po uroj të mos dalin më korrheq në të mësohen. Mundësinë e kanë me bo qeverin, të shohim tash çfarë po bëhet. A janë këto rezultate diçka që munden me na çu drejt një zgjidhje të këtij ngërçi të formimit të gjitha institucioneve? Nëse e duan, po. Nëse e duan, po kanë mundësi. A e duan sipas teje? Të shohim tash, unë po besoj që i uli pak fjalët edhe bashkëpunimi Zotri Kurti. Në anën tjetër, në momentet para dhe në humbjen më të madhe e pash prapë që Zoja Osmani ka mendjen vesh a ka me refuzu Zotri Kurti për pozitën e presidentës. Ta është të varet prej lojës së LDK-s, por unë e shoh mundësinë që nëse dua, natyrisht mundemi mos me shku në zgjedhje. Nëse dua, Imrane, pret bashkëpunim mes Kurtit me partitë opozitare? Edhe unë duke u bazu me të njëjtat deklaratat të cilat i lëdhan me njëherë pas rezultatit, të bile nuk u prit me kalu as pak isha në kufi, bile vetë sa votova dhe të shkuan ndej, kur e shoh del thot nuk ka arsye mes me pranu, kështu që kjo vetë i polarizon edhe më shumë. Ato edhe ashtu edhe si më herët të kupton që këto zgjedhje nuk kanë me dhënë zgjidhje. Unë nuk i mendoj kështu dhe nëse për 60 ditë nuk do të bëhet qeveria, unë mendoj që shkojmë tetor. E deklaratat e Kurtit në festën në shesh qysh i pa, a beson tek ajo pjesa më shumë ku Kurti përmend që unë jam kryeministër, herë kryeministër në detyrë, herë kryeministër me detyra, në ndërkohë e kemi ushtruesën e detyrës presidentes, që është zonja Agjiu, thot opozita është aktualisht e pa punë, që në kupton që kuvendi duhet të funksionalizohet. Qysh është këtë deklarim? Po mendoj që ai po tregon pozicionin që doni mu bindma që 3 herë jam ti u mund edhe doni mi pranue opsionet të cilat s'ka fitu Zotri Kurti. Po me gjitha gjasat ka fitu sepse s'ka fitus tjetër, unë nuk shoh doni fitus tjetër. Nuk ja lejon çat çasje me thon hajdeni po kthehemi në punë, se nuk ka fituar Zotri Kurti. Kësaj herë s'ka fitu kërkosh realisht. Po nëse shkojmë në këto inatet ne s'kemi përfundu këtë cikël asnjëherë, që shkojmë në rreth vicioze dhe nuk dalmi pikërisht. Çfarë dashta me thon kësaj radhe normalisht po i bie që me numra me përqindje ka fitu Alianca, do më thonë partitë e tjera s'kan fitu asnjë. Po Zotri Kurti, me qëtë rezultat, a i thjesht të në kohën bre ka bu hajgare, ka bu qësi ftesa, nuk duhet me marë seriozisht. Ama rënja nuk është evidentosja, rënja është e përgjithshme. Po mirë dhe për... Rënja është e numrit të votuesve të përgjithshme. Është edhe të evidentosja. Para, ma të mëdhajet kanë rëmje ma të madhe, po ne bashkë kemi diskutuar. Bojkotim të zgjedhjeve, po nuk ka bojkotim të vetëm një partie. Me shka të benzit me dalë me votu.
është rëmje, që shpo me ndoni ndryshe. Bojkote Problemi është a do të kena zgjidhje. Ne u pajtu me Fiorentin që votuesit do me pas një lider. Votuesit do me pas një lider për cilën do të me votu. Të vonë, të aleanca, unë e kom pa dhe kom diskutu bashkarisht, këto e kem shtjellu si problem, të vonë, Ramush e lujti një loj që e pa që ka orë koha që duhet më reformu. Të vonë, dol i 19 edhe i tha 10 part, ju keni me luftu për më të mirën. Edhe çka boni me atë veprim, e arriti pozicionet e votat e njëjta me i rujt. Ndërsa te LDK-ja, halo nuk e kanë kuptu leadershipi LDK-s, nuk mund është me të përmenem në Rrugovës, me fitu zgjedhjet halo. Se Rrugova ka vdek shumë vite për para, me fitu zgjedhjet 2026, se ka gjenerata treja që ju ndarë me votu, asë që e din që ka egzistu në Rrugovës, dikur tjetër. Kush është Rrugova? Misa ferë, po ju veç ajo një foto se pa direkt me presidentin. Kur del Lumiri, kryetari i partisë, del numër 2, e bjen njëri për jashtit, numër 1 qet, edhe thot, ju dëre me votu për privilegjin tem, si kryeministër edhe të presidentës. Tash koha, gjeneratët e reja, nuk intereson për privilegji dikujt, intereson cili opozicioni që shteti po për to. Po besoj se cili qytetar nuk më intereson. Si politike nuk ka pas plan program. I vetmi që ka rrit me bo një kauz, me ngrit për balë qeverisë kurti ka qenë për parimin me Prishtinën. E nëzitin herë, për shembull, kur nuk u pagujtën paret e transportuzve. Për Prishtinën është politikë lokale. Zaki, ku përdu me dojnë fond? Na nuk jemi të politikat lokale. Na të jemi të nacionalet. Zjarmi me zjarm a shuhet? Bekem. Jo, më falë që po drejtojnë këtë temë për një. Në këto zgjedhje. Zjarmi me zjarm nuk shuhet. Ti Albine ka zjarmin dorë. Ti do të me gjithë një solucion tjetër, ose me ullë presionin e zjarmit, ose me diçka tjetër. A me zjarm, ma të vogël nuk mund me shumë për zjarm. Në këto zgjedhje që ka lunë, edhe kreq të problematika na i ka pru Zotri Abdi Gjiko dhe Zoja Osmani. Po. Që nuk shkum koalicion, po me ndër? Domin, po, ajo e për... Neve na shkum zgjedhje për presidente. Ajo dhe prapë në fund tha, s'ka arsye tash më refuzu Po, Zotri më pas Kurti. doli me një status që tha nuk duhem pengesë. Po, qëre bre na statusa u knaqe. Na statusa, tash si të qelim ka statuse. Ideja është e politika, të ecja. Zotri Abdi Gjiko e boni LDK-n lëma. Ju kujtojt atëherë që keshën krejt ata misafir të tjerë, kur thash që aj me shpresën që Zoja Osmani kam ja këthy partin kusht, e me krejt gabimet e mundshme, e me Zojën Bajrami që e lanë numër 12 nësë zgaboj. Po, dhe mere me menti, Zojën Bajrami ta le në numër 12 që nëse i shkone ajo barë e lisës, shumë a mirë kishtë dalë LDK-ja. Mu po më vjen shumë mirë, mu po më vjen që kanë kontribu për partin, një numra 40 e këtej. Mu po më vjen shumë mirë që votuesit... që ka mas shumë ti paraqitje në kovend. Me paraqitje mas shumë ti kovend. Flasim që ka ndodhë. Pas certifikimit, po besoj certifikimit duhet me uprit, me ukry sa më shpejt, që më pas me pa kalkulime më të sakta, më të qarta, edhe me pa më pas gatishmëri ose jo të subjektëve politike. Zaki edhe po du më ju pytë edhe tjerë, po besoj që ka ndodhë. Kush me këtë duhet si pas temë bashkëpunu? Unë mendoj që Zotri Kurti haloa ka atë energjin me i përdor pak popullin. A hëna akëja si pas jush në koalicion me lëvizjen vetë vendosje? Në këto kushte, në këtë rritje, të e pa që ka pas debate dhe nuk ka pas fyrje dhe sharje, base do duhet të hynte. Do duhet të hynte për shkak të mos shkojmë në ripërsëritje të zgjedhjeve. Është reale dhe është ideale të hynë në koalicione. Qëre, e kem pa, populli e pa, kush edhe qka po dënë edhe apo do qeverisja jo. Krejt partit politike, edhe Alianca, edhe LDK, PDK, lëvizjave të vendosje, e pa bresajon populli sy qelë. Mos me ndoni që kemi me pas ramja dhe ma tutje nëse shkohet. E shevëv AK si një koalicion do duhet të tre qëre. Që të mos kemi kriz. Kam mundësi le të bojmë me presidente, qoftë Zojen Haxhiu që është ashtë. Le të bojmë, do të bojmë presidentja kryesuse. Kanë opcione me zgjedh, asë një nuk i ka 51 vende, asë një nuk shkojnë 60, asë një nuk shkojnë asë në 25. Ta është e kanë opcionin me ullë bashkë, si krejt të na herët që shka shku ma herët me qëto rezultate, për ndryshe ka me pas rami, edhe ma shumë base do duhej protest me bomas me dojnë zgjedhje. Prof, si është ati? Unë mendoj që i shdash mu zbut Albini edhe me ardhejt e kompromisi. Nëse Albini vazhdo me punu me shtumen që i ka vasë që 6 vjetë e mroma,
nuk ka me pas fare kompromis, po prapë kena me shku zgjedhje. Sa i përket koalicionit e Albinit me Aleancën, është një koalicion pothuajse utopik, nuk do të kishte mund me pru asë zgjedhjen e presidentit, se me Aleancën nuk arrin as të 70-shi, do me thonë mungoj numrat. Aleanca 82 palët. Aleanca shkon edhe i ka numrat me 7 vende, i ka... Po mi po presidenti, edhe kush tjetër? Zgjidhjen për edhe për presidenti i ka zgjidhje të dy palët. E vetmja mundësi për me pas koalicion Albin Kurti, mbane men, ka me shenë vetëm me LDK. LDK-ja është e vetmja partit të cilën e preferon Albin Kurti se me LDK-n ai nuk bjen. Me LDK-n e runë elektoratin ose për kundra si e rritë elektoratin. Me LDK-n e preshën opsimin. LDK-ja ka mundësi me fitu pak, po ka mundësi dhe më ra pak edhe LDK-ja mundë me stabilit. Kush me ndojme? Vetëm të lutëm. Ja, LDK-n mësë jep ka shumë fuqi LDK se LDK-ja e ka pas. Për LDK-t, ja, e ka pas. LDK-ja vje shumë ketë. Konferenti për të që LDK-ja është favoritë. Në konklusionin tim edhe atër mundesh me thonë. Vetëm po du me thonë se nëse vetëvendosja bën koalicion me Aleancë, ose nëse vetëvendosja bën koalicion me PDK-n, vetëvendosja hub kauzin e saj politike, sepse vetëvendosja o ritmi narracionin e kritikimit të luftës, të lutëm. E pa me vzdice, as zullumqar dhe shërimtar nuk bën. Ky me qëtë fjallë, ky t'i stop të rishon 200.000 vota. Ky ka marrë kauzën, sepse LDK-ja ka qenë antipodi luftës. A me ndonë që LDK-ja s'bën të... Jo me luftë shqiptarë, po me parti politike. LDK-ja ka qenë antipodi, ndërsa vetëvendosja antipodi në LDK-s, me kranin e luftës ka marrë vetëvendosja. E LDK-ja tash ka mjetë në kranin e luftës dhe me parti politike. Do me thonë, vetëvendosja të lutëm, vetëvendosja ka mundësi me bëjë koalicion, vetëm me LDK-n për ndryshë, nëse vetëvendosja bën koalicion me PDK-n ose me AK-n, vetëvendosja din që ka rëmje drastike. Qeverisja ma e mirë do të ishte lëvizje PDK-AK. Edhe LDK-n e kisha lënë pushim hala se meriton. Po atë vjen pushtet apet më vonë. Jo, hisë të vjen më në pushtet ata gjatë, ka më shku me i morë si opozite vetme. Mirë, se jemi në fund, a kim do një pyetje erdhë? Jo, se me bo një pyetje të shkurt pja boj Albanës, si e pret shkurt një koalicion se pas përgjigjet që do të shpejta Albana. që nuk do të kishte krizë më tutje dhe nuk do shkonim në zgjedhje. Çfarë koalicioni? Kush më kë? Une mendoj që mas pari Vjosa që ka bu me LDK-n koalicion ata, mu që aty nuk më ka pëlqy fare, ko mendu që Vjosa me shku me qenë ma burnesh, me dal veton, besam një që kishë qenë ma shumë ngritme se sa që është bu me LDK-n. Jo se kish marrë PSD-ja heq, po... Jo, do mendoj që shkon ma e fuqishme pa shumë ma e fuqishme, t'i shkon vetën, Vjosa si Vjos, sot unë jam e bindme që krejt populli a kështë ndonë botën se e kum pasa e donë. VV-ja me këtë du të me bo koalicion me bo qeverisë si pas teje, po? VV-ja nuk e di me nuk kom na ide se me kërkon, me thonë, as një parti politike, VV nuk e donë. As një heq. Zgjidhjen me bo, se për me zgjidhjen nuk e zgjidhjen. Apo den, do më thonë, krejt partit politike në kundër të sajna. Sa dojnë, më thara, po një zgjidhje për popullin. Shumë knatësime qenë dhe sonë të bashkë me juve. Do vazhdojmë diskutimet të tilla sigurisht edhe netëve tjera, Lirek, sepse do presim certifikimin e rezultateve, do shohim se a do lëvizin me skepticizmin tënë edhe në zgjedhje jemi... Jo, njëherë nuk po flasë. Mirë. Po e merë kohën. Po e merë kohën edhe pak për me bo një analizë. Se herë në kalume ja këmë qëllu se ja ke qëllu, vazhdimisht ja qëllën, për që ata për të. Faleminderit shumë, gjithë cilit që ishit son të pjesë e këti panel. Faleminderit. Ne bashkë do shihemi nesër e deri atëherë mirëmbëjtje. Natën e mirë.